Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me lejnë Allah Azza wa Jall, në këtë ligjërat do t'i trajtojmë shumë çështje që kanë të bëjnë me zakatin e arit, të argjendit, të parave dhe të pagës mujore. Fillimisht filloj me zakatin e arit dhe argjendit. Në qoftë se plotësohen kushtet të cilat i kemi përmendur më herët për dhënien ose për obligimin e zakatit, e të cilat janë që personi i cili posedon një pasuri të jetë musliman, të ketë në pronësi të plota të pasuri, pastaj të arrijë kuotën, nisabin, dhe të qëndrojë ajo pasuri tek ai një vit të plot hënor, atëherë këtij personi i obligohet dhënia e zakatit. Në qoftë se plotëson këto kushte, atëherë obligohet dhënia e zakatit të arit dhe të argjendit. Konkretisht këtu jemi duke folur për zakatin e arit. Dhe për zakatin e këtyre të dyjave kanë ardhur shumë argumente nga Kurani, nga Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga konsenzusi i dietarëve. Do ta përmendem vetëm një ajet kuranor i cili dëshmon për këtë. Kjo është fjala e Allahut azza wa jall, ku Allah azza wa jall thot në Kur'an: "Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Që në përthim do të thotë, dhe ata që e grumbullojnë arin dhe argjendin dhe nuk e shpenzojnë në rrugën e Allahut azza wa jall, që do të thotë nuk e japin zakatin e tyre, përgëzoi ata me një dënim të mëdhenshëm ditën kur ai ari dhe argjendi do të nxehet në zjarrin e xhehenemit, dhe me të do t'u digjen ballët, anët dhe shpinat e tyre, dhe do t'ju thuhet: "Kjo është ajo që keni grumbulluar për veten tuaj, prandaj shijoni atë që keni grumbulluar." Kanë ardhur hadithe të shumta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilat dëshmojnë për obligueshmërinë e zakatit të arit dhe argjendit në qoftë se plotësohen ato kushte që përmendëm më herët, dhe po ashtu ka konsenzus të dietarëve sa i përket kësaj çështje. Atëherë, pasi e qartësuam këtë, vim edhe i qartësojmë në detaje disa prej dispozitave që kanë të bëjnë me arin dhe argjendit, pra me zakatin e arit dhe të argjendit. Fillimisht, çështja e parë, sa është nisabi i arit? Sa është ajo kuota që në qoftë se plotësohet, atëherë obligohet zakati i arit? Kur ari arrin vlerën ose peshën e 20 dinarëve, atëherë obligohet dhënia e zakatit të arit. Dhe kjo duke u bazuar në shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në konsenzusin e dietarëve. Kanë ardhur hadithe të shumta, për tyre hadithi Aliut radhiyallahu anhu, hadithi Aishës, hadithi Ibn Umerit, hadithi Abdullah ibn Amr ibn Asit. Hadithi i Aliut radhiyallahu anhu është më i njohur, ku në të përmendet se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa laysa alayka shay'un hatta yakuna laka 20 dinaran, fa idha kana laka 20 dinaran wa hala 'alayha al-hawl fa fiha nisfu dinar." Që në përthim do të thotë se nuk ke detyrim në ar derisa të kesh 20 dinar. Kur ta kesh 20 dinar, kur ti posedosh 20 dinar dhe atyre ty kaloj një vit, pra i plot hënor, për të jepet gjysmë dinari, që do të thotë 1/14. Ky hadith pra dëshmon qartë se nisabi i arit është 20 dinar ari. Mirë po, sa i përket autenticitetit të këtij hadithi, dietarët kanë debatuar. Disa prej dietarëve kanë konsideruar që është fjala e Aliut radhiyallahu anhu. Disa prej dietarëve kanë konsideruar që është hadith i saktë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, këtij hadithi të Aliut radhiyallahu anhu i bashkangjiten ose
e kanë ardhur hadithe të shumta të tjera, të cilat janë në kuptim të këtij hadithi të Alit radhiyallahu anhu. Për këtyre hadithe që edhe më herët përmendëm është hadithi Aishës, Abdullah ibn Umerit dhe Abdullah ibn Amr ibn Asit, dhe të cilat e fuqizojnë këtë fjalë të Aliut ose këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ka edhe konsenzus të dietarëve sa i përket kësaj çështje. Shtrohet pyetja: sa bën një dinar ari? Për arsye se kur flasim për dinar të arit, flasim për ato monedha që kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në kohërat e mëhershme, nëpërmjet të cilave janë vlerësuar gjësendet, janë vlerësuar mallrat. Kur ka shku dikush me ble diçka prej mallrave të ndryshme, qoftë bagti ose diçka tjetër, atëherë e ka blejt ato bagti, njëra prej atyre metodave të shitblerjes ka qenë nëpërmjet monedhave, sikurse ari dhe argjendi. Pra ka blej me dinar të arit, me gjysmë dinar të arit, me një qerek, apo edhe me pak, ose apo edhe më shumë. Pra dinart e arit dhe dirhemt e argjendit kanë qenë monedha të mëhershme nëpërmjet të cilave njerëzit kanë bërë tregti dhe janë vlerësuar gjësendet dhe mallrat. Mirë po, sa bën një dinar ari? Dietarët bashkëkohor kanë mos pajtime ndërmjet tyre sa i përket asaj se sa bën një dinar ari, sa është ekuivalent me gram. Disa prej dietarëve konsiderojnë se një dinar ari është ekuivalent me 4.60 gram ari. E disa dietarë të tjerë konsiderojnë se një dinar i arit është ekuivalent me 4.25 gram ari. Cili është mendimi më i saktë? Themi se mendimi i dytë është më i saktë, për faktin se edhe sot asaj dite ka dinar të arit të cilët janë të ruajtur nëpër muze të ndryshme, sikurse në muzeun e Londrës edhe në muzeet të cilët gjenden në vendet islame, sikurse në muzeet e Kairos edhe muzeet e tjera. Pra ekzistojnë, datojnë ende disa dinar të arit që janë prej periudhës së Abdul Malik ibn Marwanit dhe halifeve të tjerë pas tij, dhe kur janë matur këta, atëherë është vërejtur se kanë peshuar 4.25 gram ari. Pra një dinar është ekuivalent me 4.25 gram ari. E në qoftë se e shumëzojmë 4.25 me 20 dinar ari, atëherë del se nisabi i arit është 85 gram ari. Këto po flasim për arin e pastër. Dhe më vonë me lejen e Allahut azza wa jall do të vjen se si me llogarit arin e përzier, sepse zekati lidhet me arin e pastër, me 24 karat. Mirë po nëse dikush për shembull posedon ar i cili është i përzier, posedon ar me 20 karat, me 15 karat, me 14 karat, me 18 karat, atëherë si duhet me bë llogaritjen në mënyrë që me ditë se ajo pasuri që posedon ai, atëherë sa i ka ar të pastër në atë pasuri, në mënyrë që më lidh pastaj edhe çështje të ndryshme të zakatit të arit. Pra, edhe njëherë nisabi, kuota e zakatit të arit është 85 gram ari. Pastaj vjen te argjendi, sa është kuota apo nisabi i argjendit. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se kuota e argjendit është 200 dirhem argjend. Ka në hadithin e Abu Saidit të cilin e transmeton Buhariu rahimahullah dhe Muslimi rahimahullah, ku në këtë hadith qëndron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Laysa fi ma duna 5 awaqin sadaqa." Nuk ka zakat në më pak se 5 oka. Një ok është e barazvlefshme me 40 dirhem, me 40 dirhem. Atëherë nëse i shumëzojmë 5 herë 40, i bie që nisabi i argjendit është 200 dirhem argjend. 200 dirhem argjend, mirë po 1 dirhem
sa bën sot. Edhe sot e kësaj dite ka dirhem të argjendit të cilët janë ruajtur në përmozi të ndryshme. Dhe dietarët e ndryshëm, kur kanë shku edhe i kanë peshu këta dirhem, kanë vërejtur se mesatarisht një dirhem i argjendit është ekuivalent me 2.97 gram argjend. Pak më pak se 3 gram argjend. E në qofse e shumëzojmë 200 dirhem të argjendit me 2.97, atëherë rezultati del se nisabi i argjendit është 595 gram argjend. Pra, sipas mendimit më të saktë, nisabi i argjendit me gram në ditët e sotme është 595 gram argjend. Mirë, një çështje tjetër. Në qoftë se dikush prej njerëzve posedon orë, mirë po ai nuk arrin nisabin. Po ashtu posedon argjend. Edhe ky argjend nuk e arrin nisabin. Mirë po në qoftë se bashkohen të dyja, e arrin nisabin. Atëherë, a duhet mi bu bashkë të dyja pasuri dhe a konsiderohen pasuri e vetme, a pasuri në veti, apo pasuri e plot, dhe për të cilën detyrohet njeriu me dhënë zakatin e saj apo jo? Sipas shumicës së dietarëve. Kur themi shumicën e dietarëve, e kemi për qëllim dietarët e mëdhëbit Hanefi, Maliki dhe Hanbali. Sipas këtyre dietarëve, atëherë në qoftë se dikush e posedon një pasuri për arit, posedon ar, mirë po nuk e ka arritur nisabin, dhe posedon argjend, dhe ai po ashtu nuk e ka arritur nisabin, atëherë duhet të bëhen këto të dyja bashkë, të mlidhen, dhe në qoftë se të dyjat mlidhen dhe e arrin nisabin, atëherë obligohet dhënia e zakatit për këtë pasuri. Dhe kjo është mendimi më i saktë. Domethënë, në qoftë se nuk e arrin, atëherë i mlidhen të dyjat dhe pastaj i jipet zakati për të, në qoftë se plotëson edhe kushtet e tjera. Është edhe një çështje tjetër me rëndësi. Ajo është se në qoftë se dikush, siç përmendëm më herët, posedon ar, por nuk e ka arritur nisabin. Mirë po posedon mallrat e tregtisë. Çfarë do biznesi, tregtie që është duke zhvilluar. Posedon për shembull mallra, gjëra ushqimore apo gjëra të tjera, nëpërmjet të cilave bën tregti ai. Me to, atëherë në qoftë se pra e posedon këtë ar, 20 gram. Hipotetikisht të themi se posedon 20 gram ar, mirë po e posedon këtë pasuri prej mallave tregtare, dhe në qoftë se i bën bashk, atëherë arrin nisabin, bile edhe te kalon nisabin. Atëherë a bëhen bashk? Themi se po, duhet të bëhen bashk, dhe atëherë është obligative dhënia e zakatit, në qoftë se plotëson edhe ato kushtet e tjera që kemi përmendur më herët. Ibn Qudamja, rahimahullah, një prej dietarëve të mëdhenj, thot në një fjalë të tij, përkthimi i kësaj fjale është se mallrat e tregtisë i bashkohen secilit prej arit dhe argjendit për plotësimin e nisabit të tyre. Thot nuk dim ndonjë mos pajtim rreth kësaj. Pra, sa i përket kësaj të fundit, atëherë themi se ka ixhma, konsenzus ndërmjet dietarëve rreth saj. Po ashtu në një fjalë të tij ka thënë, duke e përmendur edhe atë meselën, atë çështjen e mëhershme, thotë nëse dikush ka ar, argjend dhe mallra tregtie, atëherë është e detyrueshme që të gjitha të bashkohen me njëra tjetër për plotësimin e nisabit, për plotësimin e asaj kuotës. Në qoftë se dikush e posedon ar, ose posedon argjend, dhe ka arritur nisabin e këtyre, atëherë në qoftë se ajo pasuri qëndron një vit të plot tek ai, një vit të plot hënor, atëherë sa duhet me nxjerr zakatin, sa përqind duhet me nxjerr zakatin asaj pasurie. Themi se sipas konsensusit të dietarëve, duhet me nxjerr zakatin e tyre në një vlerë e cila është 2.5% ose 1/40 e asaj pasurie. Pra në qoftë se për shembull dikush i ka 100 gram ari, atëherë e peston me 40 që bie se zakati i pasurisë së arit është 2.5 gram ari. E në qoftë se dikush për shembull
i posedon 1000 gram argjend dhe e pjestojmë këtë me 40, një 40 që i bie, dhe më të thotë del se e ka për detyrë, e ka për obligim që të jap zakatin në argjend në vlerë prej 25 gram argjend. Për çështjeve tjera me rëndësi është se në qoftë se dikush ka orë, mirë po posedon edhe para, e që zakonisht njerëzit sot posedojnë para të ndryshme. Dhe këto para e arrin nisabin, mirë po cili është nisabi i tyre do ta përmendim më vonë. Atëherë a obligohet njeriu me e dhënë zakatin e parave apo jo? Na vërejtëm që në për hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur se duhet me dhënë zakatin e orit dhe të argjendit. Mirë po parat, cila është dispozita rreth tyre? Fillimisht themi se parat çka konsiderohen? A konsiderohen mall tregtie, apo konsiderohen orë dhe argjend, apo konsiderohen monedha me vete? Për të gjitha këto që i përmendëm, ka pasur mendime të dietarëve të ndryshme dhe dietarët kanë debatuar, dietarët bashkëkohor kanë debatuar rreth kësaj çështje, mirë po sipas mendimit të shumicës dërmuese. E ndoshta mund të themi në kohët e sotit që ka ixhma, ka konsenzus ndërmjet dietarëve bashkëkohor se paraja e sotme konsiderohet monedhë me vete, sikurse që është ari dhe argjendi. Pra ari është një monedhë me vete, argjendi po ashtu, edhe paraja është monedhë me vete që obligohet për të dhënia e zakatit. Dhe nën llojet e paras, valutat e ndryshme, siç shtet ka valutën e tij, për shembull dollari, euroja, leku, dinari kuajtian, riali saudit, atje valutat e Kinës, të Japonisë, e kështu me radhë, zakonisht çdo shtet e ka valutën e tij. Atëherë çdo valutë konsiderohet monedhë me vete. Konsiderohet monedhë me vete dhe e merr hukmin e arit dhe të argjendit. Dhe e merr hukmin, e merr dispozitin e arit dhe argjendit, mirë po konsiderohet thamë monedhë me vete, për arsye se sot njerëzit i vlerësojnë gjërat nëpërmjet parave, nëpërmjet monedhave që ata i kanë në duart e tyre. Kjo është sa i përket dispozitës së përgjithshme të paras. Pra, paraja sotme është monedhë me vete dhe duhet i jepet zakat për të. Mirë po, duhet i jepet zakat në qoftë se arrin nisabin, në qoftë se arrin atë kuotën. Atëherë, cili është nisabi i paras? Na më herët kemi vërejtë se në për hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është përmendur nisabi i arit, po ashtu nisabi i argjendit. Mirë po, sot mundu me vërejtë se ka dillim të madh sa i përket arit dhe argjendit. Dhe ato luhaten, po vlerat e tyre luhaten shumë. Sot ari është rritur shumë, po ashtu argjendi është rritur shumë. Mirë po, në qoftë se dëshirojnë me marrë njërin prej këtyre dhe me konsideru si vlerë në bazë të cilave ne i referohemi asaj sa përket nisabit, atëherë vërejmë që ka dallim të madh mes tyre. Atëherë atë mbështetemi tek vlera e arit apo tek vlera e argjendit. Ka mos pajtimi ndërmjet dietarëve. Disa prej dietarëve kanë konsideruar se ne mbështetemi tek nisabi i argjendit. Për arsye se argjendi zakonisht ka vlerën më të ulët dhe kjo është më dobishme dhe më favorshme për fukarat, për të varfërit. Ndërsa disa prej dietarëve konsiderojnë se do të mbështetemi tek nisabi i arit. Dhe nuk obligohet njeriu që me dhënë zakatin, përveç se në qoftë se arrin nisabin e arit. Kanë thënë se ari zakonisht çmimi i arit është më i, i cili nuk lëviz, nuk luhatet, më i qëndrueshëm. Mirë po ka dietarë të tjerë të cilët thonë se e marrim nisabin më të ulët. Qoftë ai nisabi i arit apo nisabi i argjendit. Dhe kjo është mendimi më i saktë, sepse
është më i favorshëm dhe më i dobishëm për fukarat. Pra, sipas asaj që përzgjedhën, e që i bie se e marrim nisabin më të ulët të arit apo të argjendit, në qoftë se në një periudhë kohore, për shembull, ari ka qenë më i ulët, nisabi i arit ka qenë më i ulët, ka kushtu ari më lirë. Zakonisht nuk duhet kështu, po hipotetikisht të marrim, dhe arrin ka para, dhe ato para arrin nisabin e arit mirë, po nuk arrin nisabin e argjendit, themi se obligohet që të jap zakatin kur arrihet nisabi i arit, edhe anasjelltas. E që tash nisabi i argjendit zakonisht është më i ulët, që do të përmendim me lejen e Allahut azza wa jall, e që i bie se në qoftë se dikush posedon para, të cilat e kanë arritur nisabin, kuotën e argjendit, pa vlerën e asaj që përmendëm më herët 595 gram argjend, atëherë obligohet që ta jap zakatin në qoftë se qëndron ajo pasuri tek ai një vit të plot hënor. Në qoftë se e bën një llogaritje tash, sepse çmimi i arit dhe argjendit luhatet shumë. Mirë po, vetëm për me ditë, në ditën e sotme, ari, çmimi i arit, 1 gram ari, është 134.14 euro. E në qoftë se shumëzojmë me 85 gram ari, i bie që nisabi sipas arit, i bie që është 11.402 euro. Që do të thotë, në qoftë se një person, pasuria e tij ka arritur vlerën e 11.402 eurove dhe pastaj qëndron ajo pasuri tek ai një vit të plot hënor, atëherë e ka për obligim dhënien e zakatit. Mirë po sipas nisabit të argjendit, 1 gram argjend sot e ka vlerën e 2.35 euro. E në qoftë se e shumëzojmë me 595 gram argjend, atëherë del se nisabi i argjendit e ka vlerën e 1.398 euro e pak cent. Parafësisht në qoftë se rrumbullaksojmë, i bie 1.400 euro. E që është dallim i madh ndërmjet arit dhe argjendit, pra në nisabit të arit dhe nisabit të argjendit. E ne përzgjodhëm më herët me ndikimin atyre dietarëve të cilët thonë se e marrim nisabin më të ulët, në këtë rast nisabin e argjendit, e që bie në qoftë se dikush sot i posedon 1.400 euro dhe pastaj kanë qëndruar tek ai një vit të plot. Pa ra kjo pasuri në nisab, dhe më thonë pa u zvoglu kjo pasuri, pa ra në këtë shumë, ka mundësi me qenë edhe një shumë më të madhe, mirë po nuk do të me ra në këtë shumë, pra në 1.400 euro. Kur vije viti i ardhshëm, atëherë ky njeri e ka për obligim me dhënë zakatin e këtyre parave. Pra kjo është zakati i parave dhe nisabi i parave. Shtrohet pyetja e radhës. Cili është zakati i pagës mujore? Sepse edhe paga e mujore sot ka të bëjë me para. Zakonisht jepet me para, nuk jepet me arë dhe argjend. Atëherë themi se në qoftë se dikush e ka një pagë mujore, mirë po e shpenzon atë të tërën kur vije fundi i mujit, atëherë nuk ka për obligim me dhënë zakatin. Po ashtu ai i cili e ka një pagë mujore ta zonë për shembull se ka rrogën 700 euro. Mirë po shpenzimet e tij janë 600 euro. Mundet mi kursy vetëm 100 euro. Atëherë 100 euro nuk e arrin nisabin. Përmendëm se në ditët e sotme nisabi sipas argjendit është 1.400 euro. Mirë po në qoftë se dikush për shembull ka kursy muj pas muj dhe vjen në një periudhë dhe paraja e tij që gjendet tek ai e monedhave të ndryshme, qoftë dollar, euro apo franga apo monedha të ndryshme, valuta të ndryshme, në qoftë se kanë arrit vlerën e 1.400 eurove, atëherë themi se e ka arrit nisabin. Mirë po a obligohet me dhënë zakatin e tyre? Themi jo, do të këto para me qëndru një vit të plot hënor. E në qoftë se për shembull hipotetikisht ta zonë se me një Ramazan kursimet e tij kanë arritur vlerën e 1.400 eurove, atëherë themi se shkruaje këtë datë dikon ose mbaje mend
dhe kjo konsiderohet domethënë data kur pasuria yte ka arrit nisabin. Atëherë në qoftë se në vitin tjetër e ki të njëjtën pasuri, apo edhe ki një pasuri më të madhe, shumë të kam bërë 2.000 euro, 3.000 euro, dhe kjo pasuri gjatë vitit nuk ka rënë në nisab, në këtë nisab, në 1.400 euro. Atëherë themi se kur vije Ramazani tjetër, me një Ramazan e ki për detyrë me dhënë zakatin për shembull të 2.000 euro nëse i posedon 2.000 euro. Kjo është ajo që ka të bëjë me zakatin e pagës mujore, kështu është më lehtë, është edhe një metodë tjetër, mirë po nuk do ta përmendim se është më e koklavitne. Një çështje tjetër me rëndësi e që pak a shumë përmendum, mirë po do ta përmendim edhe në detaje më të shumta, është kur dikush për shembull posedon orë. Posedon orë, mirë po orë të përzier. Ori i pastër është ai i cili është 24 karat. Pra, me 100 karat matet pastërtia e metaleve të zhmura sikurse ori. Për 24 karat është orë i pastër, 99.99%. Sepse ori është një metal shumë i butë. Gjithsesi duhet të shtohet ndonjë metal tjetër, sikurse argjendi apo edhe bakri, për ta bërë ato pak më të fortë, në mënyrë që të mundet të përdoret. Pra ori 24 karat dhe nëse arrin nisabin e 85 gramëve, atëherë obligohet që njeriu me dhënë zakatin e kësaj pasurie. Mirë, nëse dikush për shembull posedon 120 gram ori, mirë po i ka të karatëve të ndryshëm. Atëherë si me ditë saktësisht se sa orë të pastër posedon ai. Ta marrim një shembull ose dy shembuj të marrim. Për shembull, nëse në shembullin e parë dikush posedon 85 gram, mirë po të gjithë orin që ka 21 karat. Atëherë qysh me ditë se sa orë të pastër ka dhe si rrjedhoj a ka për detyrë me dhënë zakatin e kësaj pasurie, e themi se rregulla e përgjithshme është se ata gram që i ke posedon ti, në këtë rast 85 gram, shumëzoje me karatet që i ke, në këtë rast me 21, 85 herë 21, pastaj i pjesëton me 24. Atëherë, aja që del rezultati është ari i pastër. Dhe më thonë sasia e arit të pastër që e posedon. Në këtë rast, 85 herë 21, pjesëtu për 24, i bie që në të vërtet ky posedon 74 gram ari të pastër, që i bie se nuk e ka arritur nisabin. Pasuria tina për arit nuk e ka arritur nisabin. Mirë, nëse dikush thotë ne posedoj 120 gram ari, mirë po kam orë të 21 karatëve dhe të 18 karatëve. Kam 60 gram orë të 21 karatëve dhe 18 gram orë të 18 karatëve. 60 gram orë të 21 karatëve dhe 60 të 18-ve. Atëherë e kam arritur nisabin ajo. I themi se sipas rregullës së përgjithshme, atëherë sasia shumëzohet me karatet dhe pastaj pjesëtohet me 24. Në këtë rast, këta 60 gram orë herë 21, sepse 21 posedon 21 karat, 60 gram të 21 karatëve, dhe pjesëton me 24, atëherë i bie që në të vërtetë ky person i posedon 52.5 gram ari të pastër. Domethënë nuk e ka arritur nisabin. Mirë po, thot, i kam edhe 60 gram të tjerë, mirë po të 18 karatëve. Themi se 60 herë 18 pjesëtu për 24 i bie që 60 gram ari të 21 karatëve në të vërtetë janë 45 gram ari të pastër. E nëse bëhen bashkë këto të dyja, se do të më bëj bashkë, se të dyja janë ari, mirë po të karatëve të ndryshëm, i bie që ky person, domethënë me 21 karat, posedon në të vërtetë 52.5 gram ari të pastër. Dhe plus 45 gram ari të pastër të 18 karatëve, i bie që i ka 97.5 gram ari
pra e ka arritur nisabin. Pra kjo që e përmenda më herët është vetëm si shembull dhe njeriu i cili dëshiron me ditë saktësisht se sa gram or i ka, atëherë duhet me vepru ashtu qysh e veprova edhe unë, ose me marrë atë rregullën e përgjithshme, e që është, domethënë, numri ose sasia i gramëve, duke e shumëzu me karatët, pastaj duke e pjesëtu me 24, e që i bie pastaj rezultati që është se çaj rezultat është se ai posedon në të vërtetë or të pastër. Se përket çështjes së fundit ose të parafundit, themi se është edhe një çështje me rëndësi që ka të bëjë me paratë. Dikush për njerëzve mendon se kur i posedon këto para, të cilat e kanë arritur nisabin, kanë arritur kuotën, atëherë në qovë se këto para i ka për tregti, atëherë e jep zakatin e tyre. Në qovë se është duke i mbledh, duke i kursi këto para për me ndërtu një shtëpi, ose për martesë, atëherë nuk e ka për detyrë me dhënë zakatin e tyre. I themi se paratë kanë zakatin e detyrueshëm në vetvete, për më parasysh ai përgatit për shitblerje, për tregti apo për diçka tjetër. Pra në momentin kur paratë arrin nisabin, atëherë obligohet dhënia e zakatit për to, në qoftë se ato qëndrojnë fillimisht një vit të plotë tek ai. Prandaj, në qoftë se dikush thotë, unë i kam mbledh, kam kursy një pjesë të parave, të cilat arrin vlerën për shembull 1400 euro, që përmendëm sipas vlerës së argjendit, sipas nisabit të argjendit, dhe jam duke u mundu që mi mbledh këto para për martesë. Themi se në momentin kur ti ke bën 1400 euro, atëherë e ka arrit nisabin, atëherë prit deri në vitin e ardhshëm. Nëse posedon këto para, atëherë e jep zakatin e këtyre. Thotë unë kam 2000 euro, kam bu mas një vjetë 2000 ose 3000. Atëherë themi i jep zakatin e 3000 eurove. Po ashtu ai personi i cili për shembull ka shit diçka, ka shit një tokë, edhe ka bërë disa para, po do me ndërtu një shtëpi. Ka shit një tokë caktuar në vlerë prej 15000 euro për shembull. Atëherë themi se kur e ke shit dhe e ke marrë këto para, themi se llogaritë ditën kur ti i ke marrë këto para dhe i ke posedu. Për arsye se, domethënë ti e ka arrit nisabin. Atëherë prit një vit. Në qoftë se pas një viti thotë s'ku mujt me ndërtu shtëpinë, për arsye se po më vijnë disa para. S'ku mujt me botë gjitha. Atëherë a më jap zakatin e këtyre? Themi po. Për arsye se kanë qëndruar tek ti një vit të plotë hënor. Atëherë duhet me dhënë zakatin e tyre. Edhe në kështu, në qoftë se qëndrojnë tek ai për shembull 5 vite me radhë, 6 vite me radhë, sa herë që vjen viti tjetër hënor, duhet me dhënë zakatin e këtyre parave. Dhe nuk kushtëzohet që parat jenë dedikuar për tregti. Pra, në qoftë se ky ka kursy këto para për me ble diçka, për martesë, ose grave, për shembull, ju është dhënë si meher, disa prej grave ju është dhënë mehri i tyre dhe i kanë marrë këto para. Atëherë, kur vjen viti tjetër hënor, në qoftë se fillimisht ato kanë arritur ato parat nisabin, kur vjen viti tjetër hënor, ato, në qoftë se nuk i kanë shpenzu, janë duke i rujt, atëherë themi se obligohen me dhënë zakatin e këtyre parave. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.